Përshëndetje, quhem Mirnisa Lusha, jam 20 vjeç dhe studioj në programin 2 vjeçar për Fashion Design në Lagrif Academy. Në fillim unë kam gjetur akademinë nëpërmjet rrjeteve sociale, nga Instagrami, ka qenë një reklam dhe ka qenë një ëndër që unë kam pasur që e vogël dhe që doja ta ndiqja. Rrugtimi deri tani në Lagrif ka qenë goxha interesant, ka krijuar një vizion tjetër tek unë në mënyrën se si unë i mendoja gjërat më përpara në lidhje me modën. Një rrugtim goxha edhe sfidues do thoja, sepse jemi përballur edhe me programe dhe me një uri që nuk është si dia më parë dhe mendoja se ishin më të thjeshta, por e kam parë që rrugës kërkon shumë punë dhe përkushtim. Mendoj që avash po filloj të gjej stilin tim dhe ku unë dua të fokusohem në krijimet e mia. Nëpërmjet këtij programi unë kam krijuar një synim të qartë me veten time, do të punoj fort për të nxjerrë dhe për të realizuar të gjitha punimet që unë kam në mendje, të realizuar në mënyrën sa më të durë dhe sa më të bukur të mundshme. Rrugtimi deri tani me Lagrif Academy ka qenë shumë i bukur dhe mezi pres se çfarë do të sjelli më tej kjo gjë.